Përshëndetje të nderuar shikues, sot në intervistën zgjedhore këtu në Kosova Press kemi të ftuar kandidatin për deputet nga radhët e AK-s, Bajram Ulaj. Përshëndetje zotëri, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, mirë se u gjaj. Po e nisim me kandidimin tuaj. A na tregoni se pse keni zgjedhur të kandidoni në këto zgjedhje? Kandidimi im në këto zgjedhje ka qenë atë pak sa shumë herë kom mendue që t'i bohem krah Ramush Haradinit, po nuk kom mujt për një arsye, s'kom mujt, vetë një arsye ka qenë se unë jam adhurus shumë i kuadrëve treja, njerëzve tri, dhe jam mundu gjithmonë që njerëz të ri mi shtyre për para dhe ne qka jemi pak matë më shumë me imbështet nga prapa. Cila do t'jenë prioritetet që do t'i shtyni? Unë besoj që nëse populli im ma jep besimin, unë do të mundohem ato tema që nuk janë prek hala, që ato tema ma shumë të preken dhe njerëz tanë të kanë jetë ma të mirë. Tash me jemi në kohë fushatë, çfarë mesazhe jeni duke marrë më së shumti prej qytetarëve? Mesazhi jam kryesor është që t'i lojmë zenka, t'i lojmë kacafytit me zveti, mos të kënaqim anë mikun, kemi pas zgjedhje dhe përpara, kemi përjetu dhimbjet mdhaja, kemi përjetu përpara, i thëmë, mos shumeni me njëni tjetin se nona jonë është shqiptare. Se cila nonë, edhe nona jam është nona e shqiptarisë, edhe nona e se cilit është nona e shqiptarisë, dhe mos t'i knaqim zemën anë mizjet kombit, por uroj që këto zgjedhjet kalojnë mirë dhe mos zgjedhjeve të rrimë që kur vlau me vlau e mos të merrem me thashët temne se tu marrë me thashët temne mesim masë dhe Kosova jetë masë dhe ne mesim masë. Sa jemi tek fushata, si po e vlerësoni fushatën që po bëhet nga pushteti, po ashtu edhe nga opozita? Duket që fushata ka fillue me fajsi me normal që opozita e ka detyrën që me kritikue, po opozita du të me kone pak ma e kujdesme ndaj opozita, se opozita gjithmonë kritikon, pa marrë parasysh qysh janë situatat. E kështu që mendoj që duhet të ullim tensionet që Kosova jonë e shumë vujtne të shkon për para, se për nërë nëse kështu vazhdon brezat e arshëm kanë me na gjykua dhe kanë me na kritikua. Se ne na duhet me qenë me luftu në formë liberale në mënyrë demokratike. Ideologjit, bindjet, pa marrë parasysh çfarë bindje, ne duhet me respektu në një tjetër. Ne kemi jetu me bindje, me besime të ndryshme dhe kur s'kemi pas zenka, s'kemi pas kur luft me zveti. Prandaj, duke menduar se çka ka hek kombi shqiptar me dekada, me shekuj, duhet përhijet që aty në dëshmorëve dhe herojve duhet me dhënë dorën një tjetrit, të fiton më i miri. Ju vini prej diasporës, cilat janë problemet kryesore që qytetarët atje ju kanë adresu juve dhe çka keni më bon në rast se zgjidhni deputet për ta? Problemet kryesore janë se shumë gjana këtu, dhe më thonë, puna kryesore është që biznismenet shqiptar e kanë hup besimin tek institucionet e Kosovës. Prandaj, ne këtë besim duhet ta përmesojmë, këtë besim duhet ta kthejmë, pa tjetër duhet ta kthejmë. Edhe une, jam një njeri që jam bashkëpunoj shumë ngushtë, bashkëpunoj me gjithë njerëzit, edhe me biznismen, po edhe njerëz që janë me vlera, s'kanë biznese, po kanë vlerat mëdha. E kështu që
Une shfrytëzoj rastin edhe t'i përshëndes gjithë diasporën, gjithë mërgatën shqiptare, se me të vërtet ai biznis nuk ka ardhur prej qiellit, po kemi përjetu vujtjet mëdha në fillim, por tash falë Zotit i kemi rritë, kemi kriju familje edhe jemi bu faktor në vendet evropiane, besa edhe në Amerikë. E kështu që bëj thirrje edhe popullit që me të vërtet Bajram Mulaj, si vllai juaj, si djali juaj, do të luajë një rol unifikues dhe do të ndihmoj, do të bën ura të reja dhe besim të ri mes diasporës edhe parlamentit të Kosovës. Shpesh diaspora kritikohet se është shumë larg realitetit këtu në Kosovë. Si përgjigjni kësaj? Unë me të thënë drejtën, këto kritikat e fundit janë se janë bo shumë propaganda nga gjitha palët. Në këtë rast, akuzohet pej opozita, sepse me të vërtet unë e kom përjetu edhe vetë. Unë kom qenë komisioner në konsulatën e Curit, kanë ardhur në mënyrë me të vërtet euforike, mënyra më të ultat, kur se kom thonë një fjalë të keqe kuj, kanë ardhur. Po du me votu për shto, thash voto për veti, thash unë mos më të rega asgjë. A dik mu isha me ndeshku, nuk e kom ndeshku. Një rast ka qenë që aty burri e gruja dëshin me votu, po nuk e leshin burri minimu gru, se gruja ishin gjanje pak ma të keqe. Ata ja kanë nënëllu, unë e kom këthy, kom thonë, ja këtu, ndihmoj grus. Edhe, dhe më thonë, nuk jam konfliktuaz, por rastet që janë reale dhe kacafytit duhet me i qitë në shesh edhe mu pa. Kacafytit e mdoja, okej, kanë fitu, por nuk kanë fituja pashën e ajrin, por nuk bën me u fyje figurat kombëtare, komandantët e luftës, familje e share. Familje e share, kur ka ndodhe e rast, o vrah shpirti shqiptarë. Qëto shqiptarë ka qenë i vram. Edhe sot, me të fy një familje e tillë, ku ka filluar sakrifica e madhe e luftës, është të rëmë për neve, se kemi qenë një generatë, se kemi nda kafshatën e Bukës, me qëtë vend, e me na u fy familje e Sharaj, mu fy komandant e luftës, nuk është të drejt. Mu fy nga pozita, është shumë e pa drejt. E kjo gjapën e munon. Edhe punishtat e familje e Sharaj, më kujtohet i madhi, Jashar Salia, ka qenë kryetari i fondit vendin një atërat, edhe një interviste në një televizion zvicranë. Edhe tha, e pyetën a mund të ndarë një luftën? Jo, tha. Ata tha kanë mytë një familje të Adem Jasharit, po tha i gjithë kombi shqiptarë tash është Adem Jashar. Kështu që gjithë shqiptarët janë Adem Jashar, gjithë shqiptarët janë familje Jasharit. Ju lutem larg duart nga familjet e dëshmorëve, larg duart nga ata që kanë dhënë gjymtyrë të trupit. Kësha lutë, mos se është pjesë e dhemshme, e se cilit për nesh. Si mendojnë që duhet të përfshihen më shumë profesionistët e diasporës në zhvillimin e Kosovës? Sa ka nevojë? Unë, diaspora ka edhe njerëz shkollu. Diaspora ka djemë zotë, politikaj zotë, që po e bojnë punën e vetën në institucionet ndryshme të Evropës e të Amerikës. Për marrë shembull, Aleanca i ka 4 deputet që janë listën e Aleancës. Dhe më thonë janë 3 janë Zvicrës, 1 Gjermanisë edhe 1 profesor doktor është nga Amerika ka ardhur. Nuk kemi ardhur ashtë. Ne kemi ardhur për mi dho Kosovës diçka. Kosova janë, populli janë,
do të më na dhon shansën dhe me e pa se zoni diasporës me hinë parlament. Unë nuk e dije njëherë që zoni diasporës ka tinglu në parlament. Është mungesë e madhe. E kjo kauzë kombëtare ka kalu për dorë shtanat. Unë jam më i vogli kontributent për gjithë tjerëve. Gjithë janë më të mëdhaj se une. Gjithë janë më kontributent se une. Por është që na që zoni diasporës mos më ndëgjue. Kemi femra, kemi mashkuj që janë të shkollum, janë të edhe një kontribut të jashtëzakonshëm jashtë. Prandaj, jepna një shansën që edhe ne ta kallëzojmë veten për Kosovën tonë të shumë vujtur. Pra mendoni që duhet të ketë përfaqësim më të madh të diasporës në institucionet të vendit? Unë mendoj që përfaqësimi jonë duhet të jetë i kontrolluar. Kur tham të kontrolluar, më kontrollu se kush është Bajrami apo X apo Y. Tu mendoj që është shumë e drejtë nga gjitha partitë mi pas një vend të rezervuar. Edhe ne jemi pjesë e këtij gjakut tonë kështu. Edhe ne meritojmë vendet e rezervuara. Në Parlamentin e Kosovës njerëz që ja vlen me qenë në Parlamentin e Kosovës, me qenë njerëz të lamive të ndryshme, për shembull që atë model të shteteve të zhvilluara të Evropës dhe të Amerikës ta sjellin vendlindje. Kush të keq s'ka. Ne nuk rrezikojmë askan. Ne po dojmë i dhon Kosovës diçka, me kthy besimin të emergjimtarët. Jo më na marr si njerëz të falë, që thëmë, njerëz baushtella, apo ne kem punë krahu në fillim, po jo tash, fëmijët tanë janë të shkollum, kanë shkolla, kanë biznese, po i kemi edukuar në qatë mënyrë që fëmijëve tanë ju rrej zemra Shqipe, ju rrej për atë dhe këtu kanë qërë ta japin kontributin e vetë për atë dhe unë tanë. Po subvencionimin e biletave të fluturimit për diasporën, a e keni pasi një ndihmë për diasporën apo si mbështetje politike për zgjedhjet? Për me folë ka del shpirti, dhe me dorë në zemër, kjo është, nuk po du me reflektu negativisht, por është momentin që jemi në zgjedhje është një keqpërdorim i detyrës. Jipe 100 euro pak para festës e Kurban Bajramit, paguan 2 milion sa euro kishe me në animu për pushime verore, tash nuk ka pushime verore, nuk ka pushim, tash ka zgjedhje. Me të vërtet, nuk mund të quaj ndryshe, veç keqpërdorimi i detyrës. Kështu që të tjetë nderin e tine, të tjetë nderin e ati që ka marrë këtë vendim. Popullit i jipen 100 euro tash, po çka bona i mas një mujt, a jep edhe 100 tjera. Mos se është gjëna me lujt me në ndjenjat e fukarallakut njerëzve. është gjëna. Ata ka nevoj me marrë rrogë çdo muj, jo një herë në vit, apo 2 herë në vit, me i shfrytzu për zgjedhje. Mosni, ju lutem. I lutem aty në njerëzve, mos i kesh përdor një fukarat. Mos ty munue me ju ndihmu i lëndoni. Mosni. A mendoni se është duke u përdorë për fushatë dhe përdorimi i këtyre 100 euro? Ky thash që edhe ky 100 euro është keq përdorim. Edhe 2 milion është keq përdorim. Por se bëhet disa muj para zgjedhjeve apo? Këtu pare që janë nda tashti, janë nda pikërisht që me hjek vëmendjen, dhe më thonë me hjek vëmendjen pe opozitës dhe me vuën pozitën që me thonë populli që ka kanë animon neve, që po në animon neve edhe ne duhet me votu këta. Të voton me zemër. Me zemër, ata që e din që në këtë jetë e kalon një kontribut, sa do të shmuar për këtë popull, jepja një se qaj që
ai që e ka shti kryt në gërshon edhe e ka rreziku jetën e vetë, ai nuk trahton. Nuk trahton. Këto mundet me pas keqpërdorime individuale, po jo kolektive. Shumë herë kemi pas raste të i gjykue, të mendu që po i gjykojmë rastet individuale kemi dëmtu edhe kolektive. E kemi prue vetën këtu në këtë situatë që njerëz mu ka cafyt me zveti. A mendoni se Aleanca do të arrisë mbështetje në këto zgjedhje? Unë mendoj se fuqishëm Aleanca do të arrit mbështetjen, sepse është Aleanca e vetmja që na ka ofruar gjithmonë na ka dhënë shansën që për më fut parlament. Ramush Haradinaj njëherë më ka fut listën për deputet, edhe në atë kohë nuk kom qenë mirë me shëndet, edhe i kom thonë falem kësaj radhe. Herën e dytë i kom thonë mos se nuk jam i përgatitur për qëtë kohë. Tash nuk mujta me këthy pas, sepse të e pa se e kom një lidhje shumë të mirë me Evropë, me Amerikë, se unë kam qenë edhe koordinator për diasporë i Aleancës për Admërinë e Kosovës dhe kam qenë këshilltar politik kur ka qenë Ramush Haradinaj kryeministër. Edhe unë i kom dërzu disa projekte që janë të rëndësishme për Kosovën edhe për fëmijët tonë diasporë. Po nuk u mujt me realizu ato projekte sepse Ramush Haradinaj në atë kohë u kërcënojke edhe nga Haga, edhe u kërcënojke me ndarjet Kosovës, edhe me të vërtet nuk mujti me shtyma në tonë, edhe një projekt gjigant që s'kemi mujt me realizu për të mirën e Kosovës, për ajrin e Kosovës, për rrymin e Kosovës, për pastrimin e Kosovës, në ka ike dhe ka marrë në atë kohë Zajevi, kur ka qenë kryeministër i Maqedonisë. A mundeni me na tregu më shumë detaje për projekte? Projekti ka qenë një projekt 3 bankave nacionale të Zvicrës. Dhe ai projekt ka qenë filtrimin e ajrit të termoelektranës e Obiliqit. Pastrimi i Kosovës prej bërllogit, prej mbetorinave. Ndërtimin e një fabrike për djegjen e ati bërllogi apo mbetorinave dhe atë djegje me shfrytzu për nxemje edhe për rrymë. Tjetra ka qenë filterat e teknologjisë më të re kanë qenë që ajrin e Kosovës që pëndot termoelektrana me mbrojt popullin pëndotjes së ajrit. Kështu që e kom dërzu edhe një projekt tjetër për shkollat shqipe në diasporë. Duke menduar se pe qoj një amanet diasporës e pe dërzoj atje në qeverinë Haradinaj, e kom dërzu, e ka pranu me shumë dëshirë për shkollat plotësuese në gjuhën shqipe në diasporë. Ai projekt, edhe ai ka shku me këtë projektin tjetër, sepse s'kem mujt me realizu, po ai projekt të dërzu pej prengave që i kemi se shkolla shqipe ka qenë shumë e fuqishme para lufte, gjatë luftës, edhe një 4-5 jetë mas lufte, po kohën e funit në ka ra numrin zanzve shumë, ju në 50%, edhe më pak se 50%. E na duhet ndihma institucionale, na duhet ndihma e shtetit që ata fëmijë mos me na asimilu, e me naj shqiptar, me jetu shqiptar. A do të mundeni të rikthani këto projekte në rast se fitoni? Nëse populli janë na jep besimin, 100% që këto projekte do t'i kthejmë, edhe do t'i kthejmë fuqishëm, me punë, me besim në Zot dhe në dhe. Nuk po fantazoj, po tëmë duke e marë parasysh edhe si e kom marë porosin për shumë biznismenve që ne kemi këthyje këto besime në punë. E kemi 100% kompetencat edhe prej
lideri tonë Haradinaj dhe Ardian Gjinit, që nëse ne e marim besimin e popullit, keme ndryshue këtë vend. Keme ndryshue e kanë me qenë të knaqun edhe shteti janë edhe diaspora. Unë nuk fantazoj se nuk muj se njerëz të më njohin mua. Unë jam njeri që me të vërtet kur kam një punë në letër, unë kom qef me shëndru në vepër. E ato punë të letrës me të vërtet kom edhe maksimumin që mu shëndru në vepër. Kemi besim edhe te lideri Haradinaj, edhe kemi kompetencat plota që ne me punu me duart shlira, me kriju besimin me këthyt biznismenve shqiptarë në Kosovë. Ju e përmendët edhe zotrin Gjini, tashmë veç është ndryshu kryetari i partisë. Si e keni pak ndryshime dhe ka qeni nevojshëm? Me ta thot drejten, këtë ndryshim në fillim e kom marrë shumë afër zemrës, se me të vërtet e kom marrë e kom marrë afër zemrës shumë, por duke parë fillimin e fushatës, është kam pëlqen. Pse po më pëlqen? Ramush Haradinaj, këta e bojnë fushatën bashkë, por Ramush Haradinaj bojnë fushatën e vetë shukur e ka bojnë gjithmonë. Bashkë po e ka atë është vetvetja, atë talentin e vetë, edhe njerëzit kanë qef me e pa që ashtu që është. Ardian Gjini pëlqen se ka ofru kuadrë të reja, vajza të reja, djemë të ri, edhe dënë mja dho shansën që edhe ata me kalëzu vetën. Jënë dy u bu, mrena një subjekt jënë dy u bu, dy fushata ndryshme që është ka pëlqejet për i popullit. A ka qenë këtë qëllimi? Që kjo ka qenë qëllimi dhe vizioni Ramush Haradinit ka qenë gjithmonë që kuadrëve të reja mjë dhonë hapësirë veprimi. Mos me ilon shkollat e tyne në shpi, po me i futë në shtetë dhe me i adhonë shtetit kuadrë me dhonë. Edhe me të vërtet kemi një listë shkelqyshme. Unë jom më i vogli dhe më dhonë pe gjithve, po gjithë jenë matë mirë se une. E kështu që me të vërtet e kemi një listë që kemu krenu nëse populli e na jep besimin kanë me konë shumë krenarë që na kanë do votën. Sa investon një biznismen i diasporës për fushatën e ti? Investimi maj malë jemi këtu, ke marrë me i tregue Ramushit, liderit tonë Haradinaj dhe kryetarit Ardian Gjinaj se ne jemi këtu, edhe ne kemi me bo që kemi me bo që Kosova jonë të fremon sukur shtetet moderne, shtetet e zhvillume. Cila është kritika që keni ndaj qeverisë aktuale? Kritik sugjerim, po thëmë se kritike mune gjithmonë kritikat i marrin për zemër, po unë po thëmë sugjerim që tjeket gjuha e urrejtjes. Së fundit jemi vllazë një popull. Vllai im është aty, unë jem në aleanca, i tjetrin LDK, PDK, jemi një popull, Kosova është e jonja, atë dhe është e jonë, për shtetë atë dhe, se cili prej nesh ka obligim me punu e ditë edhe natë me punu. Jo mu ka cafit me një tjetër, mja knaq zemën anë mikut. Lutëm, hek në gjuhën e urrejtjes. Veproni, punoni, nëse fitoni, edhe ne do t'ja urojmë fitoren, se cilit kusht fiton. Në rast se nuk do të zgjidhen deputata, do ta vazhdoni angazhimin tuaj? Pa tjetër, se ki dorë kur për e dhevë tam. Deri në deke me këtë tokë të tjetoj edhe dhe të veproj. Ku e sheni Kosovën bas 4 vitesh në rast se bëhet qeveria nga ju dhe zhvillon të gjitha këto programe? Unë me premtu tasht, me thonë e bujmë këto, ta lojmë të shifet, ne do të japim maksimumin që Kosova jonë me konë qashtu qysh ne e dojmë. E kështu që të mbetet në derin tonë, në derin e se cilit, se ne kemi obligim, tash edhe njëherë tash se ne kemi obligim për shtetë tonë me punu, dhe ne do të japim maksimumin
që do t'jetë model për i tjerve udhëheqja jonë. Po shqetësimin më të madh që e keni në gjendjen aktuale në Kosovë, cili është? Me ta thënë drejtën, shqetësimi më i madh është infrastruktura ka pas nevojë të rregullohet më mirë, janë shumë rrugë që shkojmë, veprojmë nëpër Kosovë, ecim, nuk janë, i dini edhe ju, nuk po du mi përsërit se kanë folë shumë herë për to, por me keqja është të njerëzit që punojnë, punishta që ndërtojnë, që për e citoj për skelet, siguria e njerëzve. Kom dëgju që disa njerëz me në një kohët shkurt janë zuhet, disa janë mytë, disa janë mjetë palevizëm, disa kanë fiko me dorë, për shkak jo sigurisë. Nuk është siguria veç me siguru punishtën, por me kriju kushte siguri me shtesë, siguri me shëndetësore dhe siguri me invalidore. Që këta njerëz, nëse jesin invalid, të kjenë të shpërblim me një dëm shpërblim jetësor. Nëse largohë Zot që humb jetën dikush, familja e ti tjetë e shpërblime me një shumë që ajo mungesa prindit apo kuj do tjetë nuk je këtë kur, po s'paku mja lecu jetën, mja lecu. Zotri Mulaj, faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj në këtë intervistë. Faleminderit edhe juve, mirë pafshim tjera e hera. Këtu e përfundojmë emisionin në sotëm, faleminderit që ishit me ne. Në prag të zgjedhjeve të reja të 7 qershorit, qytetarët kërkojnë përgjigje. Çfarë premtoni? Si do ta realizoni? Ne i kemi bo. Unë që jam për i vitesh. Se duhet ju besojnë qytetarët? Kosovarët duan deputet të përgjegjshëm jo premtime të rreme. Motivi kryesor i partisë është i etabluar edhe në sloganin tonë. Kosova është lodhur nga krizat. Ne presim, besojmë që kemi një presidente konsensuale. Aleonca e ka bukur jetike me dalë në rezultat dyshifror. Thonë për vetit që qeveri ku është kryeministër Albin Kurti, unë nuk votoj. Po ti, çfarë oferte ke për votuesit? Nëse je kandidat për deputet, hajde dhe prezanto programin të në Kosova Press. Intervista zgjedhore, një mundësi e rrallë për ty dhe për të dëgjuar planet tua.